Po ne po presim s'pari atë gjykimin e radhës të gjykatës kushtetuese, shumë i rëndësishëm ky. Presim që do të kthehemi në kuvendin e Kosovës dhe të vazhdojmë tutje me votim, sepse duhet konstituohet në tërësi kuvendi i Kosovës. Nuk e dim me saktësi se çfarë do të jetë vendimi final apo atë gjykimi final, por megjithëse do të shkojmë prapë në votim në pako për faktikisht nënkryetarët e komuniteteve. Po ishte e vështirë shumë, ky ka qenë vit i vështirë, me ju thonë të drejtën, për vendin në përgjithësi, domethënë edhe në aspektin politik, po pastaj edhe efektet i pam edhe në rrafshin ekonomik, është vit i humbur në tërësi, tani po hyjmë në zgjedhje lokale, kurse në anën tjetër nuk i kemi institucionet të konstituuara dhe në vend të vetën. Ne presim që këto institucionet krijohen sa më shpejt, qofse ka rrethana dhe mundësi me u kriju, por po shihet që është shumë e vështirë, sepse ka mungesë shumice. Krejt ky problem është i krijuar në vazhdimsi prej fituesit të zgjedhjeve për shkak të mungesës së shumicës politike në kuvend. Nëse vazhdojmë tutje dhe zgjedhim nënkryetarin e radhës, atëherë duhet me shu me institucione tjera që është qeveria e Kosovës. Me ju thonë të drejtën, duhet me ullë partitë politike edhe me diskutu haptazi për zgjedhjet e radhës, sepse kjo kështu më nuk ka kurfar kuptimi. Ne presim respektim të plot të kushtetutës Kosovës dhe asgjë tjetër. Nuk mund të ketë ndikim të politikës tek gjykata kushtetuese, nuk mund të ketë kërcënim për anëtarët e gjykatës kushtetuese, derisa ata janë zgjedhur nga Kuvendi i Republikës Kosovës. Çfarëdo lloj tentimi, çfarë po shohim për goditje qoftë të gjykatës, qoftë të anëtarëve të gjykatës kushtetuese, është goditje mbi kushtetutën dhe pavarësinë e shtetit. Nuk mund të lejohet një sjellje e tillë, ne sigurisht që nuk do të bëjmë një gabim të tillë, sepse vendimet e gjykatës kushtetuese do të respektohen, nuk mund të interpretohen nga partitë politike. Jo, natyrisht nuk pres, përveç nëse do të arrihet që të bëhet shumica e partive tjera, është e qartë që për më shumë se një vit Kurti është interesuar që të mos ketë parlament mbi cilin duhet të jepet llogaria dhe gjithashtu Kurti e di qartazi që e ka të pamundur të formojë qeveri. Ai është identifikuar tani më si tradhtar i të gjitha marrëveshjeve politike, qoftë me individ, qoftë me parti politike, rrjedhimisht askush nuk do që të kalojë rrugës të njëjtë të tradhtisë politike që ka kaluar në të kaluarën. Është shumë e vështirë për Lidhjen Demokratike të Kosovës, për Partinë Demokratike, për Aleancën, që të bëj gabimet e njëjta nga e kaluara duke i besuar një njeriu i cili realisht është i pabesë. Njëkohësisht, siç e shihni edhe anëtar të grupeve minoritare, partive jo serbe, nuk e bëjnë gabimin e njëjtë sepse i ka trajtuar që nga fillimi. Rrjedhimisht besoj që duke mos qenë në gjendje të formojë qeveri vetë, është i interesuar që sabotojë çfarëdo mundësie të funksionalitetit të institucioneve dhe jam shumë i bindur që në një moment të caktuar do të arrijmë deri tek pika për zgjedhje të jashtëzakonshme.